Reforma administratës publike dhe shërbimit civil, transformimi digital i shërbimeve publike janë vetëm disa nga çështjet që pritet i trajtoj Komisioni për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Mendoj që pika e parë që duhet të trajtojmë në këtë pjesë është reforma e administratës publike dhe e shërbimit civil. Pika e dytë, mendoj që duhet jetë organizimi dhe funksionimi i institucioneve qendrore. Mandej politikat e rekrutimit, avancimit dhe meritokracia, dhe në fund transparenca dhe llogaridhënia institucionale. Edhe antarë të tjerë nga pozita dhe opozita dhanë propozime të tjera që komisioni mund t'i trajtojë. Se propozojt shtohet edhe ndërmarrjet publike lokale dhe regionale, për shkak që pothuajse janë institucione të ndame prej komunave. Është ndërveprueshmëria e sistemeve institucionale në Kosovë kjo mungon shumë, ka munguar një kohë gjatë. Institucionet e Kosovës nuk ndërveprojnë me njëra tjetrën, nuk komunikojnë, ose nëse komunikojnë e komplikojnë këtë procedurë. Mendoj që kjo pika e tretë ka qenë pika më e rëndësishme e jona, e qeverisë, e shtetit, e institucioneve. Po ashtu, komisioni bëri të ditura fushveprime të tjera, ndërto edhe mbikëqyrja transmetuesit publik dhe llogaridhënia. Edhe të throsëm menaxhmentin e RTK-s, përderisa nuk kena bord të radio-televizionit të Kosovës. Nuk ke mundësi me të jetë drejtorin pa të bordin, se sta lejon rregulloria. Shikoj rregullorin tonë. Na nuk e dina çfarë ka ndodhur me to, ato sparit të me kaluaj, janë disa faza ato nëse me të vërtetë janë larguar prej punën pa drejtësisht. Ato i drejtohen së pari inspektoriatit të punës. Ne nuk do të bëjmë shkelje ligjore, përderisa unë jam kryetare, në rreshtir, mirë po, as përgjegjësisë nuk kanë me ik askush që duhet t'ia përgjegjësi para këtij komisioni. Ndërkaq të zhvillimi rajonal i fushveprimit u propozua që edhe politikat për zhvillim të balancuar rajonal, reduktimi i pabarazive dhe programe për investime dhe mbështetje ekonomike të rajoneve të diskutohen në këtë komision.